nga 118.000 përfitues të subvencioneve e mbi 1.000 përfitues të granteve, në asnjë rast të vetëm nuk ka ushtruar asnjë ndikim e asnjë intervenim. Në momentin kur po deklarante kështu, Faton Peci duhet të ketë menduar se i ka fshehur të gjitha gjurmët e ndërhyrjeve brutale të tij e keqpërdorimeve të tjera në abuzimin masiv të granteve të shumta. Por për fatin e keq të ish-ministrit, Vox Kosova i ka gjetur. Ekskluzivisht kemi siguruar dokumente zyrtare dhe emaila që dëshmojnë ndërhyrje mizore të Pecit, jo vetëm në dhënje të granteve të ndryshme, por edhe në përcaktim, largim e shtrembërim të kritereve për grante në varësi të interesave të Pecit. Dëshmi e tillë është edhe kjo email e datës 22 gusht të vitit 2023, që fiks në orën 10:13 minuta, sekretari i atëhershëm i ministrisë Bleri Mansani ja dërgonte pikërisht ministrit Faton Peci. Përmbajtja ishte shqetësuese. Me forcë dhe me presion, nuk mund dhe nuk e kam të lejuar ligjërisht të detyroj asnjë zyrtar të ndërmarrë një veprim apo nënshkruaj një shkresë zyrtare, për të cilin i njëjti apo e njëjta ka paraqitur arsyetimet pse nuk e realizon një veprim të tillë. Logjika për të shtyrë gjërat me forcë, presion, shantazh, etj. Nuk shkon as në familje dhe jo më në institucion shtetëror, i shkruante sekretari i ministrit. Mesazhi tregon se sekretari po fliste për presione nga Peci dhe adresimi ishte përgjigje ndërhyrjeve të Pecit në kriteret për dhënien e granteve. Sekretari i shqetësua për këto ndikime politike të ministrit, i drejtohej me lutje Pecit ta ndërpriste, por Peci e bënte të kundërtën. U aleshonte presionin zyrtarëve të bëjnë ndryshime të kundërligjshme aty në favor të bizneseve dhe njerëzve të afërt me të. Këto tjetërsime që Peci kishte bërë pa asnjë konsultim me ekspertët e departamenteve përgjegjëse, përfshinin heqjen e kriterit që aplikuesve për grantet për blerjen e mështjerave tu kërkohej toka që siguron bazën ushqimore. Përballë presionit, zyrtarët e ministrisë vazhdonin refuzimin e plotësimit të dëshirave jo ligjore të Pecit, por ministri ishte i vendosur dhe s'donte asnjë diskutim tjetër. Në rreshtat pasues të letrës së sekretarit për Pecin, gjithçka bëhet e qartë. Arbitrarisht, Peci po u kërkonte zyrtarëve të ministrisë të ndërhynin në procesin e dhënies së granteve. Është e çuditshme që po më bëni vazhdimisht presion për këtë çështje dhe nuk po bindeni e nuk po na ofroni një takim konsultativ për trajtimin e komenteve, realizimin e konsultimeve dhe avancimin e dokumentit në fjalë. Thuhet në emailin që po publikohet ekskluzivisht për herë të parë në Vox Kosova. Në përpjekje për të shtyrë përpara ndryshimet ishin përfshirë edhe këshilltar politik të ministrit. Më 29 gusht 2023, 7 ditë pas emailit të parë, një tjetër mesazh dërgohet në adresën e këshilltarit të ministrit Arjan Bugari. Këtëherë dërgues ishte personi përgjegjës nga sektori i blegtorisë. Tema ishte sërish e njëjtë: kriteret e granteve, kësaj radhe të lidhura me racët e lopëve për import, për të cilat do të ndaheshin fondet publike. Në email, ai ndaj këshilltarit të Pecit ngrinte alarmin për rrezik serioz të keqpërdorimit të parave publike. Ju lutem që këto korrigjime të zbatohen, në të kundërtën divizioni i blegtorisë nuk përkrah politika, të cilat mund të kompromitojnë PZR dhe keqpërdorimin e parave publike, i shkruante zyrtari këshilltarit të ministrit Arjan Bugari, i cili më vonë u rehatua në shërbimin civil. Arjani? Po. Jo, do thotë nuk e di as, e ka mujt më aplikuar të drejtë e tina. Nuk e di as ku ka aplikuar. Duhet rikujtuar se ministri, në këtë rast Faton Peci, e aq më pak këshilltarët e tij, nuk e kanë asnjë kompetencë ligjore për të ndërhyrë në kriteret e granteve. Madje u ndalohet. Për trysni të tilla politike ka edhe shumë dëshmi të tjera. Dëshmi të cilat, siç mëson mediumi, janë edhe në dorë të prokurorisë bashkë me deklaratat e zyrtarëve të ministrisë që dëshmojnë imponime flagrante politike jo ligjore të Pecit në çështje të dhënies së granteve. Për çka Peci po vazhdon të hetohet.